Njohësi i sigurisë dhe profesori universitar i kriminalistikës Fatmir Çollaku ka vlerësuar se Kosova ndodhet ende në fazën fillestare të konsolidimit ushtarak në aspektin e pajisjeve luftarake. Ai në intervista se vendi nuk ka kapacitete të rënda të armatimit, përfshirë sistemet raketore apo mburoja mbrojtëse që janë thelbësore në rast të një sulmi modern me dron apo raketa siç kanë bërë zakonisht në luftrat bashkëore. Duhet pranuar që Kosova në atë fazë fillestare të konsolidimit ushtarak në aspektin e pajisjeve luftarake. Ne të gjithë e dimë që nuk kemi armatim të rënd, nuk kemi as sisteme raketore, nuk kemi as mburojë reaktore, që do të thotë se në aspektin e ndonjë sistemi apo sulmi evakuant raketor, meqense sot janë aktuale, dronët dhe raketat, tanket dhe njësitë të tjera të blinduara më pak janë prezente, ka thënë Çollaku. Ai tha se teknologjia dhe digitalizimi kanë ndryshuar rrënjësisht konceptin e luftës moderne, ku pajisjet inteligjente kanë nepërsi ndaj resursit human. Kemi një ndryshim rrënjësor të doktrinës luftarake dhe të konceptit të luftës dhe fitores në betejë, sepse tani digitalizimi dhe teknologjia e avancuar e kanë primarin në raport me resursin human. Dronët dhe luftaraket e tjera janë gjithnjë dhe më shumë nepërsi, sidomos sistemet raketore, ka thënë ai. Duke krahasuar situatën me Serbinë, Çollaku shtoi se në shtetet shinje është më i përgatitur në aspektin ushtarak dhe teknik dhe nuk ka nevojë për sisteme me rrezet të gjatë për shkak të afërsisë gjeografike me Kosovën. Serbia në aspektin hapësinor është shumë afër me ne, nuk ka nevojë që të disponojë sisteme raketore të domosdoshme larg vepruese, por dhe ato që janë më të lehta dhe më të kushtueshme. E të gjithë e dimë që Serbia masivisht është furnizuar me pajisje dhe armatime. Në aspektin teknik ushtarak qëndron në nivel të lartë në raport me fuqitë e tjera të rajonit, ka vlerësuar ai. Megjithatë, Çollaku nuk e sheh këtë si arsye për panik, duke shtuar se Kosova ka forcë dhe vullnet për mbrojtje, që historikisht kanë dëshmuar suksese kundër forcave pushtuese. Por mos të tingëlloj kjo për opinionin si disfat. Kosova ka FSK-n, ka policin, ka vullnet real qytetar për të mbrojtur vendin, sepse luftrat mbrojtëse gjithmonë kanë fituar në raport me luftrat pushtuese. Sot në aspektin ushtarak, doktrina dhe ligjet, jemi shumë më të avancuar sepse dikur, kur ishte UÇK-ja në male dhe i rezistoi me mundësitë që kishte, ka thënë ai. Po ashtu ai ka shtruar nevojën urgjente për forcimin dhe modernizimin e kapaciteteve ushtarake të Kosovës, duke kërkuar pajisje dhe sisteme mbrojtëse të avancuar, me theks të veçantë në mbrojtjen raketore.